Zbulohen dy gratë opinioniste të Big Brother VIP Kosova. Për herë të parë në historinë e Big Brother VIP Kosova, dy femra do të jenë pjesë e panelit si opinioniste. Olta Gigjari dhe Leonora Jakupi, dy figura të njohura të showbizit shqiptar, do të ndajnë mendime dhe vlerësimet e tyre mbi ngjarjet që po ndodhin brenda shtëpisë, duke sjellë një perspektivë të re dhe të fuqishme për audiencën. Lajmi ekskluziv është zbuluar nga gazetari Olti Curri, i cili ka bërë të ditur nëpërmjet një videoje të shpërndar në llogarinë e tij personale të Instagramit, se këto dy personalitete do të pasurojnë panelin me opinionet e tyre të drejta dhe me shumë ngjyra, duke i dhënë një dimension të ri diskutimeve. Olta Gigjari, aktore e njohur për talentin e saj dhe angazhimin në projekte të ndryshme, dhe Leonora Jakupi, një emër i njohur për fuqinë dhe influencën e saj në skenën muzikore, do të kontribuojnë në analizat dhe komentet mbi dinamiken e lojës dhe sjelljen e banorëve të shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.